Nëse ke plan të udhëtosh, duhet pasaporta, valizja dhe më rëndësishmja interneti. Pra duhet që të kesh internet me vete. Tradicionalisht i shkoja të kompanitë celulare dhe merrja roaming. Problemet i dim, janë 1001, përveç këtyre është edhe pjesa e kostove. Po sigur të them që ekziston e simi, do thoni ju, po tani mësove ti. Jo, unë kam kohë që e përdor, por ajo që duhet prek sot është një kompani shqiptare, e cila ndër të parat që ka ofruar shërbimin e e-simit në Shqipëri dhe në Ballkan është SuperSim. E keni dëgjuar. SuperSimi të jep disa gjëra bonus. Qëllimi i videos është që ju të kuptoni që në momentin që shkarkoni SuperSimin me një 3 giga dhuratë që mund t'i përdorni kur të udhëtoni. Falas, mund të marrësh pjesë aty brenda në giveaway. Giveaway gjithashtu të japin giga falas. Tjetër, në momentin që ti merr një paketë me pagesë, të bën pjesë e affiliate-it, që do thotë mund të shtosh shokët e tu dhe ti të fitosh dhurata në giga apo në bonuse. Dhe për ta bërë më thjesht gjithë gjën, aktivizimi i e-simit bëhet në më pak se 30 sekonda. Dhe nëse ngec, ka një asistent virtual me inteligjencë artificiale brenda aplikacionit që të ndihmon hap pas hapi. Dhe aplikacioni është për Play Store dhe për App Store, kudo që të shkoni në Europë, në Amerikë, në Ballkan e me radhë, SuperSimin me vete, aktivizoheni dhe nuk ngelni pa internet. Ju përshëndes.